Mirë se erdhe. Mirë se erdhe Jusuf. Mirë se u gjej, njerëz të mirë, njerëz që na keni mbajnë gjallë për 10 vjet. Ka qenë një ëndër që sara kom flajtën, kom menu me bu ndonjë aktivitet diçka interesant që nuk është edhe nuk e ka veni jonë. Edhe kom po në Amerikë vrapimin e babadimave, që kom shujt Santarën, edhe më del një vrapim i babadimave, shumë kom qenë skeptik nëse te na ka me u zhvillu që ajo ose jo, sepse ka qenë ajo koha kur ka pasur trazira në përsheshe të ndryshme në përbot, edhe isha skeptik që bot. Natën flajsha, thësha bot, u qesha më gjes zbot, thash a diçka. Thash provojmë, se mundet ndoshta edhe me ecë mirë. E mojnë men si sot, do më thonë nuk e kom ditë asë qysh është me nxjerr një leje në komunën e Prishtinës, nuk kemi pas asoj e qenë, as kur gjo. Ka qenë një kornizë e drunit në amfiteatrin të sheshi Prishtinës aty të Zahir Pajaziti, edhe ka qenë një aktivitet kundërdhunës së grave. E kom marrë, ata e kanë kryer aktivitetin, e kom marrë që atë kornizë e kom qitë para grandit, para hotel grandit, edhe e kom shtjell me një kese, do drasa, do sene, edhe fillo i bona një i mora një 100 kostume në një nga marketet tona në Prishtinë. E mojnë men ka qenë një djalë nga Kurgistani që ka qenë pagesa e parë 50 euro. What? Edhe bo diçka interesant sepse mi veshti të rriturit me kostum të babadimit ka qenë një farë problematike para 10 vjetë. Ka qenë problematike dhe njerëz të ngurojshin edhe kishin që më thonë juve ke marrë. Edhe i bona dyqysh një 100-200 babadimra, kur u ndihmun një 70 familje për herë të parë, edhe na qiti Euronewsi në koment, që vrapimi babadimra në Prishtinë u realizu, edhe na qiti një nga gazetat më të njohura në Amerikë, US Today, që i kemi të gjitha të dokumentume. Edhe dyqysh si besojsha vetës që u bo kjo si buj mediale, edhe tani vit për vit, do më thonë, e kam po se na si shoqëri jemi dyqysh hajt se pas ka dal durimi ose filan fisteki s'ko ka marrë edhe të dal. Pastaj filluam edhe me shkolla, sepse kauza nuk është që ka moshë caktuar. Më marr pjesë kush don, është 1.5 kilometër marshim. Të e pa një tjetrin urrit. Në shkolla e kemi një fëmijë edhe prind e kam pa pagesë. Në klasës parë deri në klasën e 5 e kam pa pagesë, por këto e foli pastaj. Ka qenë një rrugtim sinqerisht po them me shumë zemër, ka qenë një rrugtim shumë i vështirë. Po e kom pas një vullnet jashtëzakonshëm, një energji shumë të mirë, edhe i kom besu ëndrës. Me Jorën tani njoftova edhe prindë e Jorës, edhe na i personalizum 56 dhurata kanë qenë, me emër, me mbi emër, për vajza që ka pas, për djem që ka pas, edhe dëshira që kanë pas lodra ose diçka të tillë, edhe çka guxojnë me ëngër, çka s'guxojnë me ëngër, sepse e kanë pjesën e ushqimit të ndihshëm. Edhe pjasoj dite, une në rend të pare qës pediatri në onkologjin, Jora gjithmonë ma ka qenë një mesazh të dua babadimër, faleminderit që ma përmend emrin, une Jorën sot kom jetë, kom e majnë zemër, Jora është shumë shëndet mirë tash, Jora orë më ka vizitu, është jashta terapis, i ka 8 vjetë, do të thonë aty u lidha me atë repart, edhe kom po që nanat hekin shumë. Se kryesisht janë nana që rinë kujdestare. Tu marshu njëkohësisht jena të jap buzëqeshje edhe shumë e mira familjeve të tjera ku përveç të tjera kur kënaqen fëmijët këtu, kënaqen prindërit, përfitojnë fëmijët dhe familjet që ka nevojë. Kauza le të dinë të gjithë që nuk është marrë me vesh një kostum për ata që ngurojnë për me vesh, sepse nëse ti nuk je me kostum ti ke mundin ke sepse të gjithë kanë me kon me kostum. Po definitivisht është një ditë që keni ju babadimra. Po, domethënë prindve i sugjeroj nën moshën, kjo është obligative, nën moshën 10 vjet, fëmijët nuk guxojnë me marr pjesë pa shoqërimin e prindërit. Na i kemi ftu që duhet të ceki, shkollat të cilat e kemi menu për me qenë pjesëmarrës, është Faj Konica, Iliria, Ismail Qemali, Meto Bajraktari, Hasan Prishtina, Shkolla Gjelbër, Gjemajn Mustafa, Naim Frashri, Gjergj Fishta, Elena Gjika, Shtat Marsi dhe Dardania. Wow, shumë pas. Por,
është nga klasa e parë, ftesa le të dinë të gjithë. Unë prapë kom e shku edhe me informu, nesër deri të premten të gjitha shkollat, nga klasa e parë deri në klasën e 5, një fëmijë dhe prindërit e kanë pa pagesë. Okej, Do të perfekt. bëhen jo 5.000, po ndoshta deri në 10.000. Një me, çfarë numri? A keni menuar se çfarë numri mundet me pasi? Na po menojmë që ja afrojmë, edhe pse kom pas qef me qenë 10.000 dhe 10 vjetorin, po to e pa që pak një ngurojmë për mu veshën si diçka e tillë. Po besoj që plus 6.000 kena mi pas. Pinim 10 deri në jena çdo ditë në shesh te Zair Pajaziti, 5 euro dhe 10 euro që si ki paret, vjen pa pare, edhe bashko hajde të kënaqem kek. Me dashuri për Urban FM, Jusuf Islami. Faleminderit shumë, Zuf, kënaqësi me të pas si gjithmonë.